Haso, një prej brendeve më të njohura dhe më të besuara në Vlorë që ka qenë gjithmonë pranë klientëve të tij. Këtë të premte të 17 korrikut është hapur edhe filiali më i ri në lagjen Pavarësia, rruga Çajupi, pas qendrës tregtare Riviera. Rjeti Haso hedh kështu një hap tjetër të rëndësishëm në misionin për të sjellë më pranë produkte cilësore, oferta të jashtëzakonshme dhe shërbim të përkushtuar ndaj klientëve. Për t'u përgjigjur kërkesave gjithnjë në rritje të qytetarëve, presidenti i rjetit më të madh të supermarketeve në Vlorë, Agim Osmani, zgjeron këtë rjet me një market të ri. Supermarket Haso vijon të rritet në këtë sukses, ndërsa në ditën e inaugurimit morën pjesë edhe shumë qytetarë. Haso mbetet një nga brendet më të besuara, duke ofruar gjithçka që konsumatori ka nevojë dhe cilësia me çmimin ecin së bashku. Në ditën e inaugurimit këtë të premte, supermarketi më i ri Haso në zonën e Skelës ofroi degustim falas të produkteve të importuara nga Italia, dhurata për blerje mbi 1000 lekë, oferta ekskluzive të hapjes dhe çmime speciale në qindra produkte. Ky investim i ri në një hapësirë moderne blerjeje i konceptuar për t'u ofruar klientëve komoditet maksimal, organizim të qartë dhe një eksperiencë ndryshe në përzgjedhjen e produkteve të përditshme. Cilësia e produkteve dhe çmimet konkurruese janë dy shtyllat kryesore që kanë bërë Haso një lider në tregun e Vlorës. Qytetarë të shumë që vizituan në këtë ditë hapjen e supermarketit të ri thonë se Haso është zgjedhja e tyre, pasi është partner i besuar për klientët dhe ku ofron cilësinë me çmimin mjaft të lirë. Ka lezet të marrësh në tilla markete. Si duket hapja? Është Flori. Vetë pronari është Flori. Shkëlqyer. Bravo u qoftë atyre që e hapën. Të vlerësoj shumë. E besoj shumë edhe suksesve. Të arri deri rreth rrotës Vlorës. Hapi. Shumë mirë. E kemi të dere shtëpisë. Këta janë favorët. U lodh atyre, unë mbar tërve, shumë punoshin gjithmonë. Më shumë u shtofshin. Edhe leverdi për qytetarët e Vlorës. Agimi është njeriu më i mirë që është me këmbë në tokë. Edhe bravo i qoftë që i bën këto gjëra shumë të mira, më mirë nga gjithë vendet që kam parë në Shqipëri. E bravo, kemi edhe bashkëpunim, ne kam shok të ngushtë, kam vëlla. Bravo i qoftë. Këtu jam e Berti me shokun tim, me vëllain tim. Edhe mbarti vej, o Zot. Shumë e nevojshme. Këtu ka një grup pallatësh, ka popullsi për të ndëruar shumë dhe është e nevojshme. Aq më tepër për të stinë tashti. Po këtu është një grup pallatësh është rrallë. Çmimet e arsyeshme. Është market për të gjithë shtresat. Na pëlqen, prandaj vim këtu. Jemi klientë rregullt. Ishit domosdoshëm të hapja në këtë zonë? Patjetër, jo në këtë zonë, por edhe në zona të tjera do të hapen. Administratori i rjetit të supermarketeve Haso, Amarilda Abazi, thotë se filiali i ri është një garanci për konsumatorët, duke sjellë kështu çmime konkurruese, por edhe cilësi të lartë. Është një kënaqësi veçantë të kemi sot pranë nesh për hapjen e një tjetër supermarketi Haso. Fakti që vetëm pak muaj pas hapjes së marketit tonë të fundit po inaugurojmë një pikë të re, është dëshmia e besimit që na keni dhënë dhe motivi ynë për të vazhduar të rritemi. Faleminderit çdo klienti, partneri dhe antarit të stafit që është bërë pjesë e këtij rrugtimi. Ky sukses është i përbashkët. Do të vazhdojmë të ofrojmë produkte cilësore, çmime konkurruese dhe shërbime për kushtim çdo ditë. Ju falenderojmë për besimin dhe ju urojmë misardhje në supermarket Haso. Vlorës i shtohet tashmë një tjetër supermarket i ri Haso, pjesë e rjetit më të madh të supermarketeve në qytetin bregdetar. Haso mbetet një zgjidhje praktike për çdo familje, pasi përkushtimi ndaj klientit dhe përpjekja për të qenë gjithmonë pranë nevojave të tij kanë bërë që ky rjet supermarketesh të jetë një zgjedhje e përditshme për shumë familje. Haso, më lirë, më mirë.